Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundimin e afatit të kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, partitë nuk kanë gjetur një kandidat konsensual. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se prioritet absolut i tij është evitimi i zgjedhjeve të reja. Kushtetuta na obligon që ti evitojmë zgjedhjet, që të mos shkojmë zgjedhje. Kushtetuta thotë që ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Në anën tjetër obligon edhe deputetët që të votojnë. A do të realizohet kjo nuk e di, por kushtet janë ideale që të kemi edhe 3 kandidat, ndërkohë që aktualisht nuk është asnjë. Dhe për shkak se mundësitë janë aty, unë do të vazhdoj që të komunikoj në mënyrë që edhe nesër edhe pas nesër të arrijmë tek rezultati dhe më pastaj edhe tek suksesi i zgjedhjes së presidentit, por tash për tash nuk mund të them se ka diçka të re, meqense në njërin anë figurë konsensuale nuk kemi, ndërkaq në anën tjetër marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak. I pyetur pse nuk e kandidon Vjosa Osmanin edhe për një mandat tjetër, Kurti tha se duhen më shumë se 80 deputet në sallë për të evituar zgjedhjet. Ne duhet i kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht. Konsiderojmë që nuk mund të shkojmë me 80 në votim. Po doli 79 numri në fund, automatikisht shkojmë në zgjedhje. E kemi prioritet absolut në situatën aktuale politike evitimin e zgjedhjeve. Duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, po duhet të sigurohemi që t'i kemi një 84-85. Dhe për këtë është duke u bërë betejë me këto komunikime e me këto takime të cilat po i zhvillojnë. Kurti u pyet edhe për një takim me Vjosa Osmanin, ndërsa tha se ai është në diskutim me të gjitha palët. Unë jam vazhdimisht në komunikim e në takime me të gjithë këta, kur s'ka qenë atmosfera më konstruktive me opozitën, mirë po atmosfera më konstruktive nuk nënkupton automatikisht hapa konkret. Tash 30 nuk zgjedh punë. Edhe njerë po e theksoj, as 80 nuk është garanci. Duhet 84-85, që t'jemi sigurt për 80. Presidenti i ri i Kosovës duhet të zgjidhë më së largu me 5 mars, ndryshe Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme.